o malet e Shqipërisë dhe ju o lisat e gjatë, fushat e gjëra me lule që ju kam ndërmend 3 që shëmëzon 2 përmbi 2 që shëmëzon x minus 3 Më 8 nëntor 1941 shoku Enver Hoxha themeloi Partinë Komuniste Shqiptare, sot Partia e Punës së Shqipërisë. Tim nga formula që puna e dobishme është e barabartë në fuqinë herë kohën. Zëvendësoj me vlerat. Fuqia është e barabartë. Nga Grujderdhja e Punës deri në liçenin e Pres, kufizohet në pjesën juglindore, duke filluar nga liçeni i Pres. Comrade Enver Hoxha has made a Marxist-Leninist theoretical generalization of the revolutionary experience of the Party of Labour of Albania. Republika Popullore Socialiste e Shqipërisë është një kështjellë e pamposhtur. Qyteti ynë ka shumë rrugë, secila prej tyre mbar copza nga historia lavdishme e popullit tonë. Një pjesë e mirë e rrugëve tona mbajnë emrat e bijve më të mirë të kombit, që për liri këto rrugë i kanë skuqur me gjakun e tyre. Këtë orë mësimi do të njihemi me një rrugë tjetër. Kjo është një rrugë ku shumë nga ne kalojmë për ditë për të ardhur në shkollë. Është një nga rrugët e vjetra, nga më të vjetra në Tiranë, por shumë e dashur për të gjithë banorët e qytetit tonë të madh. Si për gjithë rrugët e tjera, edhe për këtë do të caktojmë grupin e punës. Unë mendoj që t'je Rudina, Artani, Etleva, Clarenti, Eraldi, Irisi dhe Daniela. Që marrim detyrën për një rrugë të re, kjo bëhet për disa kohë më e dashura nga gjithë të tjerat. Vëzhgojmë me kujdes njerëzit e shumt që derdhen trotuareve, tek shkojnë apo tek vinë nga puna, tek shëtisin. Sa dhjetra autobus, makina, bicikleta vrapojnë aty. Ç'kënde të reja ndërtohen, gjvitrina, që ndërtesa lindin, si rritet, si ndryshon rruga bashkë me gjithë qytetin, si ka qenë vite më parë. Gjë i vjetur nuk është më. Gjë e re ka nxjerr kokë, e duke ndërtuar biografinë e rrugës, ajo fillon të na duket vërtet një gjë e gjallë, që bëhet çdo ditë shumë e njëjtur e afërt për ne. Ne grupi i punës, sapo caktuam, nisëm të mbledhim të vëmë ato këtë rrugë. Artani, me që ka bërë edhe herë të tjera fotografi, unë kërkua të fiksoj pamjet më të veçanta të rrugës. Sigurisht, ashtu siç paraqitet rruga sot. Ai përpiqet të gjej kënde që s'janë parë ndonjëherë. Duhet për t'i krahasuar, thot Artani. Prandaj ai zvanon të fiksoj shëmbjet e shtëpive të vjetra e godinat e reja që zënë vendin e tyre. Shumë ngjarje historike ka mbartur në jetën e saj kjo rrugë. Me që është shumë e vjetër, një nga më të vjetrat. Këtë ngjarje e momente do t'i qëmtojmë e do t'na i radhisin Etleva me Eraldin. Rudina dhe Clarenti janë ngarkuar me diçka tjetër. Ata do të rendin në ish bazat ilegale që ka patur rruga gjatë ditëve të luftës për çlirim. Në këto strehëza, mu në qendër të qytetit, mu në humb të armikut. Ç'njerëz kanë qenë ata që kanë punuar, zguximet vetë mohim kanë pasur. Dëshmorët e rrugës. Janë edhe ata një nga objektivat e shumta të punës që ka nisur. Me këtë detyrë është ngarkuar Daniela. Mos u nxitoni, ti shohi me kujdes një për një. Po këto fotografi ku që solli mësuse?
Janë me pamje të vjetra të Tiranës, i solli mësuese. Mësuese? Po kjo këtu çka që? Po kjo mësuese. Kjo këtu mësuese, kjo këtu. Aty kanë qenë disa godina të vjetra dhe rruga që çonte në pazarin e vjetër. Ata tash edhe unë. Etleva vendos dhe fotografin tjetër. Mirë mësuese. Po kjo këtu çka që? Po kjo tjetra mësuese. Ajo është xhamia vjetër. Ku ka qenë kjo mësuese? Në rrugën e barikadave, ku sot janë ngritur pallatet e reja pranë kinema Partizanit. Iris, më e foto diapozitivin tjetër. Prit të vendosim këtë të rrugës më parë. Po kjo mësuese çfarë është? Aty ka qenë pazari i vjetër. Markata. Jo markata, ai gjuhë pazar. Edhe markata jo dhe pazar jo. Ne kemi fjalën tonë tregu. Tani të shohim me kujdes pamjet e vjetra dhe ato sot. Të themi së pari diçka për gjeografinë e kësaj rruge. Orën e fundit kemi folur për sheshin Skënderbej, që është më i madh i qytetit dhe përshëtitoren dëshmorët e kombit. Rruga që po njohim sot nga afër shkon për krah këtij sheshi e kësaj shëtitoreje. Rruga e barikadave nis që me Unazen pranë stacionit të trenit, ecën për krah shkollës Sami Frashëri. Në këtë shkollë më 14 nëntor votohet e gjatë Gjenver. Po, shumë mirë Elona. Kryqëzohet me rrugën Bajram Curre Qemal Stafa, pastaj në të majt kufizohet me rrugën Luiq Gurakuqi, më tutje kinema Partizani dhe në fund kufizohet me rrugën Punëtor të Rilinjes. Përpara çlirimit kjo rrugë quhet rruga mbretërore, se nisej me pallatin e mbretit prandaj. Po, taman ashtu quhej rruga mbretërore. Aty tani është ngritur një sallë e madhe ku bëjnë mbledhje të kuvendit popullor. Shumë mirë, Sofiana, shumë mirë. Ishin vite lufte që sa vinte bëje me ashpër. Në për këtë rrugë kanë kaluar demonstruesit në ditët e para të prillit 1939, që shkuan në pallatin e satrapit Ahmet Zog e kërkon armë për të luftuar kundër fashistëve italianë. Viti 1921, ju e dini që ngjarje të madhe mbartë për gjithë popullin shqiptar. Partia Komuniste Shqiptare. Sot Partia e Punës Shqipërisë. Në ato ditë të vitit 1921, kjo rrugë ka kujtime të gjalla. Vetë shoku Enver organizoi dhe udhëhoqi demonstratën më të madhe që kishte parë Tirana deri atëherë. Më 28 tetor 1921, në mëngjes herët, bulevardi dhe rrugët e Tiranës ishin mbushur me popull, të cilët kishin dalë jo për të festuar marshimin fashist mbi Rom, po prisnin sinjalin për fillimin e demonstracës. Me flamur në dorë dhe me grushtin përpjet, hidhin parolla: jashtë okupatori nga Shqipëria, poshtë fashizmi e tjera, dhe me këngë patriotike marshuan në për rrugët e Tiranës, duke kaluar nga rruga e barikadave dhe u mblodhën para ish bashkisë, sot sheshi Skënderbej. Ju i keni parasysh filmatan për demonstratat, për leshjet që janë bërë në rrugët tona? Po të gjendon. Në këtë demonstrat të madhe, shpërtheu si det më shumë e më fort se kur ndonjëherë tjetër, deri atëherë,
urrejtja popullore ndaj pushtonjësve të huaj fashistë. Populli, bijtë e bijat më të mirë të tij, që kishin dalë në ballë me duar e radhë të shtënguara, u përleshin me vendosmëri me armikun e me gjithë spionët e tradhtarët, belerët e feudalët, shërbyes besnik të fashistëve. Kështu demonstrata 20 tetorit 1941 përfundoi me sukses. Ajo ishte një fitore e madhe kundër fashizmit, pse në krye të saj qëndronin komunistët revolucionarë të udhëhequr nga organizatori dhe drejtuesi i demonstratës Qoku Enver Hoxha. Po kjo godin s'ka qenë gjatë luftës? Te kjo godin atëre ishte vendosur kuestura. Këtu xhelatët fashist kanë përdorur ndaj komunistëve dhe patriotëve që luftonin kundër okupatorit dhe vegleve të tij torturat më njerëzore, kamxhikun, shufra hekuri, sfisa në thonjë e tjera. Por ata kanë qëndruar si trima, nuk janë përkulur për armikut. Shumë të tjerë kemi Shyrkeri Ishmin, Feri Gjajkon, Nikola Tupen, Hamdi Mëzezin e shumë të tjerë. Fare pran ish kuesturës, te kjo godin ka qenë një shtypshkoj. Një sit i gueril, i caktuar nga partia, rëmbeu një pedalin, shkronjat dhe letër. Gjithë natën punuan me dalta dhe leva të mbështjella me letër. Që të mos dëgjojë zhurma. Pa aguar mirë, aksioni u krye me sukses. Në këtë vend atëherë ishte pjetore. Spioni, bashkë me tradhtarët e tjerë, kishte ardhur këtu dhe po pinte gotën e fitores, se pa kohë më parë shpëtoi nga plumbat e komunistëve. Gorilasit e qelluan për vdekje, ashtu me gotën në dorë. Në rrugën e barikadeve janë bërë shumë aksione. Pak ditë më vonë, por në këtë rrugë, një sit i gueril qelloi kuslingun tradhtarin Mustafa Melikën. Shtëpitë e thjeshta të popullit. Në çdo rrugë, do të takohesh me këtë shtëpi, që u bën streza të ngrohta televizjes për shërim të popullit. U bën streza të ngrohta për bijtë dhe bijat e popullit luftëtar. Në këtë shtëpi u krijua rinia komuniste shqiptare. Një shtëpi tjetër e zakonshme, brinj rrugës tonë, është e punëtorit Hasan Çela, kur iku nga grupi komunist i Koçës, shoku Enver u streua për shumë kohë në këtë shtëpi. Aty, në hundën e pushtuesve të huaj dhe tradhtarëve të vendit, shoku Enver punoi me shokët e tij. Shtëpia e Nine dhe Abdullah Ketës. Mban edhe ajo kujtime të bukura nga jeta dhe veprimtaria e shokut Enver. Në këtë shtëpi jetoi dhe punoi shoku Enver pasi iku nga dyqani Flora, ku veprimtaria e tij revolucionare kishte filluar të pinte në sy e të gjurmohej. Leva na ka sjell një fakt me shumë interes në historikun e kësaj rruge. Më mirë thuje vetë Leva. Te kjo godin, në katin e dytë, ka jetuar dhe punuar për afro një vit komunisti militant Ali Kelmendi. Kodra e kuqe. Po, Kodra e kuqe. Këtu është edhe shkolla që mban emrin e filozofit ton të madh Sami Frashërit. Lagja e Kodrës së kuqe. Rrugicat e saj të ngushta, shtëpitë e saj të ulta që mezi dallohen, por një lagje e mbushur plot me pllakza që përkujtojnë ngjarje e data, pllakza me gdhendje të pashlyeshme të heroizmit të ditëve të luftës për shërim. Lufta për Tiranën, që ju e dini, zgjati 19 ditë net. E në këtë luftë, kjo rrugë në zemër të qytetit, ku ngritën të parat barikada, ku bën të parat prita për tanket naziste, që vinin nga rruga e Elbasanit, u bën një nga frontet e para të rezistencës të popullit e të partizanit. Me 11 nëntor, më kujtohet, u bën një përleshje ashpër
aty tek qoshi i Hotel Elbasanit. Në këtë rrugë luftonin partizanët e batalionit parë, të tretë e të katërt. 31 partizan në ranë heroikisht në luftimet e kësaj dite. Ka qenë dita në të cilën patëm humbjet më të madhe. Popull e partizan u bën një, me partinë në balë dhe komandantin e përgjithshëm shokun Enver Hoxha në krye, në këtë rrugë u hodhën të parat barikada popullore. Ato ditë këtu në Tiranë u luftu për çdo shtëpi, për çdo mur e rrugicë. E rruga për të cilin po flasim u bën rezistenca e parë e më e madhe për nazistët gjermanë. Në luftimet për çlirimin e Tiranës, vetëm për këtë rrugë kanë rënë 70 partizanë. Mund të kujtojmë vetëm disa prej tyre. Ali Spahiu e Muharrem Parsheva ishin që të dy nga fshatrat e Mërësisë. Shkrim e këndim mësuan në vitet e luftës, aty mes krismave e predhave. Fani Kromida ish komandant kompanie, bashkë me partizanin Duleman Skara, më kujtohet u vran në luftimet më në qendër të kësaj rruge. Ziniu e Veizi tek Sulmonin drejt bunkerit gjerman u vran me 11 nëntor. Musa Karapici ish to komandant. Trim të trimave e qunin shokët. U vrat tek po komandante togën. Jorgji Agari ish nga Lukova. Kish vite që banonte këtu në Tiranë. E kishim ndër partizanët më të ri. Jorgji Birinanës i donte shumë lulet. Edhe atë ditë, edhe atë mëngjes i Vaditi u hodhi ujë. Po merrni bite nënas, merrni këto lule. Sa e vërtet është ajo thënie e Vojokushit. Nuk mund të quhet një sit gueril, ai që nuk bën të paktën 2 aksione në javë. Kur kujtojmë Qemalin, në vim ndërmend vargjet. E vjetra shëndet, kohët po ndryshojnë, një jetë e re lulëzon gërmadhash. Dhe vjen mbrëmja. Ne ecim, shëtisim. Ata gjithë një janë midis nesh. Diçka duket sikur na thonë, e ne diçka u themi. Kjo është një bisedë ngrohtë, siç mund të flitet vetëm me njerëzit e dashur. Kjo është një bisedë që nuk mund të thoset për asnjë çast. Është djeshti i Albanës. Kiço Ksoja ka qenë një ndër partizanët të njësisë tonë. Me Gaqo Themelin i lidh shoqëria e luftës. Vangel Rëmbeci, në luftimet që janë bërë në këtë rrugë, ish komandanti i kompanisë 3. Ilo Tuta e Thimjo Dode, gjithnjë e ruajnë shoqërinë e atyre viteve. Janulla Qerici, në luftën e Tiranës, ish kryefermiere. Kjo është Resmia e Fasliu. Në ato ditë të luftës në rrugën e barikatave, tek bjekonte vëllezërit partizan, një predh mërtaje e plagosi në këmbë e në trup, i dëmtoi dhe një sy. Unë të gjoja
dhe se që ndjeja. Në përfytërimet e mia për shfaqje kjo partizane në çastin kur po hidhej në sulm. Këtë moment nuk desha ta haroj dhe e hodha në letër. Miropafshim. Miropafshim shokuadem. Mirupafshim të të na vini prapë? Po, do t'ju vi prapë. Miropafshim. Mirupafshim të të do na vini prapë? Po. Atani na ka sjell disa fotografi të maketeve për rrugën e re të barikadave. Në të djathtë do ndërtohen një sër pallatesh të reja. Në të majt, një mapo dhe një lulishte e re. Të dashur nxënës, edhe për njohjen e kësaj rruge i japim fundores së mësimit. Edhe një herë, përgëzojmë grupin e punës për gjithë materialet interesante e biseden që zhvilluam. Për rrugën e re do të punojnë Teuta, Gëzimi, Liria, Anila, Sokoli dhe Urani.